Tre shtetasit e Maqedonisë së Veriut që humbën jetën në aksidentin e rënd në Sloveni, një i rritur dhe 2 fëmijë, janë nga fshati Zhitenin, komuna e qendër Zhupës. Këtë informacion e ka konfirmuar kryetari i komunës Arjan Ibrahim. Nuk kam fjalë për ta shprehur dhimbjen për këtë tragjedi të tmerrshme që tronditi banorët e komunës sonë. Familja është me origjinë nga fshati Zhitenin, ndërsa jeton në Ravenna të Italisë. Lutemi për shërimin e 2 personave të tjerë të lënduar, ka deklaruar kryetari i komunës së qendër Zhupës Arjan Ibrahim. Sipas tij, në automjet ndodheshin prindrit e fëmijëve dhe gjyshja e tyre, nëna e drejtuesit të automjetit. Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, më herët gjatë ditës njoftuan se 3 shtetas të Maqedonisë, 1 person i rritur dhe 2 të mitur, kanë humbur jetën në një aksident të rënd trafiku që ndodhi dje në autostradën A1 pranë Uncit në Sloveni. Sipas të dhënave fillestare, aksidenti ka ndodhur pasi kamioni për shkak të një defekti ishte ndalur në hapësirën e parashikuar për ndalim. Për arsye ende të panjohura, drejtuesi i automjetit është përplasur në pjesën e pasme të majt të rimorkios. Në momentin e aksidentit në automjet ndodheshin 5 persona, të gjithë shtetas të Maqedonisë. Mjeku ka konstatuar vdekjen e 3 personave në vendngjarje. Një person i plagosur rënd është transportuar me helikopter në spital, ndërsa drejtuesi i automjetit është transportuar me autoambulancë. Sipas informacioneve nga lidhja Automoto e Slovenisë, aksidenti është raportuar dje në ora 16:28. Më njëherë janë dërguar disa patrulla policore, ndërsa në vendngjarje kanë intervenuar edhe zjarrfikësit. Në vendngjarje kanë kryer hetimet një prokuror shtetëror dhe një gjyqtar hetues. Pritet që policia të publikojë më shumë informacione për aksidentin pas përfundimit të veprimeve hetimore.